Shumica e deputetëve opozitar ta votojnë një raport për cilin po konstatojnë pastaj mbrëmje që qenë ka shkelje ligjore. Për mua është e paqartë se pse u votua pra atëherë sot raporti. Nëse ende është qëndrimi në dy pozita të shkelje ligjore, atëherë është e papranueshme si munden që disa deputet, një grup parlamentar apo shumica e deputetëve opozitar ta votojnë një raport për cilin po konstatojnë pastaj mbrëmje që qenë ka shkelje ligjore. Eugen është ta kisha me thonë për shkak presionit publik, na krejt dojshim që zhbllokim. Po, veç se qëndrimi ka qenë që nga fillimi dhe besoj ka qenë jashtëzakonisht konsistent me ndjekjen e kuadrit kushtetues, që po duhet ketë zhbllokim, por duhet ketë nga ata cilët kanë përgjegjësinë për dhënë dorëheqje siç i obligon ligji. Në anën tjetër, sa i përket çështjes së dorëheqjes në rastin e Qazim Qeskës, që është përmendur edhe sot gjatë ditës, konteksti në atë rast është më i ndryshëm sepse kemi të bëjmë me një pozitë dorëheqja nga e cila provokon zgjedhje të Kujtona çka rasti Qazim Qeskës? Në kryetari i Suharekës, nëse nuk gaboj, apo i Ravecit, Qazim Qeska ka ofruar dorëheqje në rrjetin social Facebook, edhe disa orë më vonë thot e revokoi për shkak se nuk e kanë pas për një me. Në atë kohë presidenti Sejdiu e ka referuar çështjen në gjykatën kushtetuese për me marrë një lloj shpjegimi se a vlen dorëheqja si e tillë. Gjykata e ka udhëzuar këtë rast zotin Sejdiu që me i shpall zgjedhjet sepse dorëheqja ka qenë definitive. Po në atë rast pasoja kanë qenë zgjedhjet. Në rastin e qeverisë nuk besoj që qëndron analogjia njëjtë, edhe për faktin që gjykata në asnjë prej pikave të aktgjykimit nuk konstaton që dorëheqja si e tillë, pavarësisht se si jepet, është valide. Në anën tjetër nuk duhet harruar që këtë deklarimin për dorëheqje nuk e kanë dhënë 15 ministrat. E ka dhënë Kurti, zonja Haxhiu, e kam dëgjuar zotin Pecin dhe 2-3 ministra tjerë. Mirë, për ty a është dorëheqje për një me? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Për shkak se ajo Qeskut ka qenë për një me, sipas gjykatës kushtetuese, kjo s'është? Për shkak se në rastin e Qazim Qeskës ka provokuar zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra ka të bëjë me pasojën juridike që ka prodhuar në këtë rast akti i dorëheqjes. Në këtë rast edhe sikur të jenë dorëheqje ta zëm ajo e zotit Kurti dhe e 2-3 ministrave tjerë, jo të 15 ministrat. Kur e jep kryeministri dorëheqjen, pse ka nevojë si formaliteti Eugen me dhon edhe secili ministër, me dal tash me betu para neve që pasha zotin edhe unë po jap dorëheqje. Kur jep Kurti jep krejt, apo jo? Jo, për shkak se mandatin e kanë individual. Mandati i deputetëve është individual. I deputetëve po i ministrave jo. Po ideja është që ministri kur e jep kryeministri as është edhe për ministrat. Jo, kur e jep kryeministri dorëheqjen, qeveria si tënësi ka lënë në dorëheqje, po ministrat në fjalë vazhdojnë me ushtru funksionet e tyre. Kurse kur jep dorëheqje edhe ministri, bën që më as në objekt s'ka çka lyp. Për shkak se si i tillë, ai më nuk është juridikisht fare as ushtrues detyre asaj pozite. Kush më udhëheq shtetin? Në këtë rast munden zëvendës ministra, të cilët nuk kanë fituar mandate, kurse në rastin e kryeministrit, fatmirësisht e kemi situatën ku zoti Bislimi nuk ka garuar fare në zgjedhje dhe i njëjti mundet me ushtru kompetencat deri në përmbyllje të kësaj fazës tranzitore. Thjesht sa për qartësim, nuk lidhet kundërligjshmëria vetëm me pasojën që shkakton. Rasti Qazim Qeskës është e vërtetë që ka shkaktuar pasojën potenciale zgjedhjet për kryetarin e Ravecit. Por, esenca e kallëzimit penal është kundërligjshmëria. Në këtë rast, nëse kanë dhënë dorëheqje dhe janë deklaruar që kanë dhënë dorëheqje, për cilën sot LDK-ja është deklaruar se i ka marrë si të mirëqena dorëheqjet. Çka ndroi sot që ju e pranut e dorëheqjen nuk e keni pranuar para sot? Siç e shpjegoi edhe shefja e grupit parlamentar të LDK-s. Domethënë, është hartuar një raport i ri ku pastaj është thirrë komplet komisioni verifikues i kuvendit në precedentin e krijuar me rastin e aktgjykimit gjykatës kushtetuese në rastin Qazim Qeska, ku është konsideruar që edhe deklarata publike në Facebook, ky është standardi që ka vendosur gjykata kushtetuese për një zyrtar publik, edhe kur jep dorëheqje në Facebook, edhe tërheqesh mandej për asaj dorëheqje, nuk mundesh me u tërheq, sepse ke një funksion publik dhe përfundon kur ke deklaruar që ke dhënë dorëheqje. Po çfarë dorëheqje Facebook e ka pas edhe herën e kaluar me qumaj seanca, ju se pranut. Çështja është që po e themi prap në kushtet e një bllokimi të institucioneve, me qëllim që t'i hapim rrugë në kuptim të formimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, domethënë komisioni sot është thirrë edhe në këtë fakt dhe po ashtu sipas deklarimit gjithnjë të zonjës Hikmete Bajrami, domethënë ata kanë parë ato dorëheqje, të cilat i kanë konsideruar si dorëheqje dhe pastaj e kanë verifikuar, domethënë i kanë konsideruar si të tillë.